të ditë Vučić, në këtë moment që flasim në negociata me... Dhe duke marrë parasysh se si po zhvillohen gjërat aktualisht, realisht, dhe duke i ditur tendencat e Vučićit, sa mund të merret seriozisht një deklaratë e tillë nga një person i atij profili në këtë moment? Kalimin te Kosova. Çfarë thotë Vučić? Vučić nuk thot pusti Kosovën. Vučić thot që unë premtoj, thot, që sa të jemi në fuqi, dhe ai në fuqi është deri në prill 2027, ku janë zgjedhjet e reja presidenciale në Serbi, Serbia nuk do të hyjë në konflikt në Ballkan. Nuk do ketë luftë për Serbisë. Pra i premton që Kosovën s'do e prek. Premton shumë pak. Premton të gjë ai. Nuk premton që të futet dhe Kosova. Dhe me siguri që pyetjet do i bëhet sot ndarkët, nëse ju pranoni këtë rast, që po t'i fusim juve. Po, zoti Burimi, duket se ke pak të lashë me pamjen, nuk di nëse ke prekur diçka nga kompjuteri juaj, mirë, tani të kemi me fotografi të qartë. Në realitet, sa ka logjik ky deklarimi i vet Vučić kur ai që bën probleme në Ballkan është vetë Serbia? A shikoni, mund të ketë shumë realitet. Duhet marr seriozisht, unë të jem sot von der Leyen në negociata, e marr shumë seriozisht. I them, bujrum. Hajde bëjmë një deal. I fusim të gjithë, por ama edhe Kosovën. Që do thotë që po fut Kosova, kjo implikon një njohje të Kosovës. Edhe nga Serbia, edhe nga Greqia, edhe nga Spanja, edhe nga Kipro, edhe nga Slovakia, edhe nga Rumania. Sakt. Është dili i bukur. Është dili i bukur. Po do ishte fantastike. Por nuk e besoj se Vučić shkon deri aty. Po. Ai thotë që unë Kosovën nuk e bëj luftë, por nuk e dua Kosovën në Ballkan. Kështu që as Serbia s'do hyjë në BE. Që as Serbia s'do hyjë në BE. Ëndërrojnë kot. Po, në fakt, Zeqiri, kjo deklaratë natyrisht se nuk është aq naive sa mund duket nga distanca, ka një mal obligimesh Serbia në raport me Bashkimin Evropian, apo po më thënë se kryefjala e obligimeve të Serbisë është vetë Kosova, pra çështja që i ka të hapura me Kosovën. A është kjo një tentativë e Vučić për të folur realitet popullit vet, në kuptimin që ja unë e provova, nuk bëhet ndryshe, duhet ta zgjidhim çështjen me Kosovën? Unë mendoj që këtë deklaratë Vučić e ka përsëritur disa herë edhe në vitin 2024. Është e qartë që raportet e Serbisë me Bashkimin Evropian nuk janë të mira për shkak të kualitetit të demokracisë dhe rrëshqitjes në autoritarizëm në Serbi. Këto janë raportet të cilat vijnë prej Bashkimit Evropian dhe se Serbia si e tillë edhe për çështjen e hapur që e ka me Kosovën, Serbia si e tillë nuk është në ndonjë agjendë të afërt të përfshirjes në Bashkimin Evropian, çush është Malizi dhe Shqipëria. Kështu që këtë deklarata e bën normalisht që të futet si blok vendet e mbi këtë gjë nuk penui në Bruksel. Kjo është kundrejt politikave të Brukselit dhe se Brukseli nuk do të importoj çështjet e pasgjidhura duke i futur çështjen që është Bosnia apo raportin mes Kosovës dhe Serbisë. Kështu që në këtë drejtim e shoh. Çështja është që Bashkimi Evropian momentalisht është në një krizë të madhe ekonomike. Lufta në Ukrainë nuk është duke shku ashtu siç do dëshironte Bashkimi Evropian. Ka krizë të madhe të fiskale dhe tash së fundi e kemi pa në bazë strategjisë Shteteve të Bashkuara për siguri kombëtare, edhe Amerika është kundrejt institucionit të Bashkimit Evropian dhe se Amerika do t'i mbështesë forcat radikale në kuadër të kontinentit evropian që të rinforcohet identiteti kombëtar nëpër këto shtete. E kemi fjalën për Gjermani, Francë, kështu me radhë. Por, zotri Zeqiri, ne nëse e shohim këtë çështje, e shohim se Trump së fundi e kërcënoi më zëshëm dhe më vrollshëm se asnjëherë më parë Bashkimin Evropian. Dhe sa bën fragjile situatën në rajon, ky lloj karshillëku i Europës dhe Amerikës në raport me luftën në Ukrainë.
Po është Evropa gjindet në një situatë jashtëzakonisht të keqe gjithandej. Është çështje e kredibilitetit të vetë në kuadër të popullatës, vetëm mund të shohim ato mbështetja popullore sipas sondazheve që ka kancellari Merz apo presidenti Macron apo kryeministri Starmer. Këtu jemi të folë për mbështetje në 20%, do të thotë Macron e ka 13%, 19% në Francë. Do të thotë është 2/3 e popullatave i kundërshtojnë politikat të cilat këta janë duke i promovuar, dhe këto politika për momentin e gjajnë gjuhën më të mirë tek Bashkimi Evropian, i cili është duke i shty këto politika. Mi po, pa mbështetjen e SBA-ve, Evropa është duke u futur në borxhe për sa i përket mbështetjes së luftës në Ukrainë, dhe se jemi në një situatë jashtëzakonisht të madhe të krizës të Bashkimit Evropian. Por është realisht kjo ajo që don Amerika aktualisht, sepse nëse ju kujtohet nga viti 2024, nëse nuk gaboj, ajo kanë dalë furnizimin e Ukrainës me armë të cilat i prodhon dhe i jep si ndihmë, pra të gjitha armë që shkojnë në Ukrainë do të jenë armë të blera nga europianët dhe të destinuara për ushtrinë ukrainase. Pra, është edhe këto lëvizjet e fundit, a janë vetëm një formë e zgjatjes së konfliktit, rrjedhimisht rritjes së përfitimeve nga shitja e armëve që shkojnë atje? Jo, Amerika dëshiron që të ndalë konfliktin në Ukrainë, jo për ndonjë çështje ideologjike, mirë po ashtu siç është proklamu, dëshiron të fokusohet në hemisferin perëndimore, do të thotë në dy Amerikat, si dhe ajo e sheh jo Rusinë, mirë po Kinën si atë farë konkurrentin gjeopolitik më të madh në botë. Kështu që dëshiron të fokusohet në Kinë dhe ta arrijë një farë balansi strategjik në Rusinë në Evropë. Mi po kja nuk përshkon me atë çka shumë kush edhe në kuadër të aparatit shtetëror amerikan e sheh Rusinë, sidomos nuk shkon me politikat e Bashkimit Evropian, të cilët janë për ta vazhduar luftën dhe gradualisht ta dobësojnë Rusinë duke stërëzgjatur në për konfliktet të ndryshme. E qartë, por në kuadër të që nga fillimi kësaj lufte, zotri Burimi, ne shohim që rishtazi në fakt muajt e fundit një interesim të jashtëzakonshëm të Amerikës ka ardhur në raport me Venezuelën dhe rrëzimin e Maduros atje. A thua që Trump dhe Putin të kenë bërë një marrëveshje politike në Alaska, e cila përfshin edhe fokusit e Amerikës në hemisferën atje jugore, pra të asaj pjese, edhe gjithashtu ta lëmë më dorë lirë në operacionet e saj në Ukrainë, Rusinë, ka mundësi që të ketë ndodhur një gjë e tillë? Kaluam nga Kosova tek Venezuela. Kërkojmë shumë falje, zotri Burimi, por me zotri Burimi. Jem shumë dakord. Zotri Burimi, preferoj ta lëm këtë pyetjen e Kronit fare në fund, mbesim edhe pak te Kosova dhe Serbia, me mirëkuptimin tënd Kron, sepse mund të gjëra sepse ishte interesante edhe kjo gjë. Sepse në këndvështrimin tim, zotri Burimi, këto çështje lidhen njëra me tjetrën realisht. Ukraina, Venezuela dhe situata në rajon, mbase unë mund të jem laik i kësaj çështje, po lidhen logjikën time jashtëzakonisht shumë. Jam shumë dakord, dhe kjo është interesi i debatit, sepse nuk jam shumë dakord me paraforcin edhe. Gjithçka është interpretimi çfarë duan amerikanët. Nuk jam dakord që amerikanët sot kërkojnë të kushtohen Kinës dhe Amerikës Jugore. Jo, sot është doktrina Monroe amerikane e përfshirë në hemisferën veriore. Amerikanët mendojnë që hemisfera veriore duhet ndarë në zona influence. Europa i takon Amerikës e para, dhe kjo Evropë ka si amerikanët kanë një kundërshtar që janë ta imigrantë nga jugu. Prandaj është ky raport sot. Sot amerikanët nuk duan të largohen nga Europa, duan që Europa të ndryshojë dhe të vërë në krye të saj element si Orbani, pra AFD në Gjermani, Le Pen në Francë, që bëhet një aks Washington, Paris, Berlin, Budapest, Moskë. Ta duan ata, nuk duan të largohen nga Europa. Jo, biles sot dhe në a mund të bëhet një gjë e tillë pa ndryshime në Ballkan? Zotri Burimi. Ne kemi Ballkanin.
Kalimi në Ballkanin. Nëse amerikanët kërkojnë sot një vastalitet, jetë në të llojin e perandorisë, si perandoria austro-hungareze apo perandoria turke. Në këtë lloj perandorish, ai perandori do të jesh vasal. Këtë do sot Amerika ndaj Europës. Nëse ka vende që janë tashmë vasale, Amerika u jep të gjithë atyre mbështetjen e tyre. Është rasti për Hungarinë, do të jetë rasti për Kosovën. Kosova s'ka pse i dali kundra teorisë amerikane. Kosova mund bësh është vend vasal, nuk është pejorativ, është term në këtë rast që çfarë do Amerika ne e bëjmë. Këtë që do të amerikanët është që ke sot lidera në Europë, të cilët e kundërshtojnë. Prandaj ai merret me Macronin, merret me Mercin, me Ishani, ofendon. Sepse është bendon që është një perandori. Është ai, është dedi diplomaci, ai që thoshte Rutte. Pra është ai dedi, Baba Jushi, Trump, ai merret me Europën. Nëse Europianët ka kokën e tyre, thot kokët hëngshin. Pra, nuk besoj se në Ballkan është ndryshe, në Ballkan as Shqipëria dhe as Kosova nuk e kanë këtë lloj emancipimi ideologjik si Macron apo Merkel apo Europianët. Në Ballkan kemi peqje amerikanëve. Kështu që nuk besoj se Ballkani do preket nga kjo gjë. Biles mendoj se do jetë më mirë për Kosovën, sepse pikërisht në atë dilin që mund bëhet midis Trumpit dhe Rusisë, mund të jetë që Kosovën marrin një qetë. Marrin një qetë. Kështu që nuk e shoh shumë negative. Negative është për europianët. Çfarë i pret europianët pas 2027, sepse Macroni mund të bëjë sondazhe, por s'ka rëndësi fare kjo. Dihet që Macroni, si Vučići, në prill 2027 nuk janë më president. Po. Atë çfarë mbrapa? Mirë, po. Mbrapa. Që si mbrapa një Le Pen, atë çfarë është thjesht atë që do sot Amerika dhe Rusia që bëja mos të ekzistojë. Dhe zëtriburimi, një çështje ju thatë shumë mirë se mbase mund të ketë implikime pozitive realisht në qoftë se kjo ndodh për Kosovën. Por cili është pozicionimi që du ta marrë Kosova në këtë moment që të vi situata në atë formë, si thonë jo, jemi edhe ne lojtarët në këtë moment apo vetëm një figurë? Mendoj si jeni lojtar. Shikoni, sot Kosova për shembull nuk bëhet shumë zhurmë, por Kosova sot për shembull nëse Trumpi thotë që duhet zbrazur Evropa nga imigrantët, siç po e zbraz Amerikën, të thotë ai po më. Europa sot po kontribuon që Europa të zbrazet nga imigrantët, se Europa sot po krijon ato hotspotet. Që do të pritet daneze, do propozon këtë dhe anglisë sot, thotë anglisë më jepni në shkëmbim të sigurisë, unë ju pres dhe juve ata që doni përzini. Kjo është diçka që ideologjikisht që bën sot kjo qeveri e Kosovës, ideologjikisht shkon ka asaj që do Trump. Së dyti, po ta shihni sot asnjë administratë sot nuk po e trazon më atë debatin e famshëm që patëm në kohën e Bidenit për punën e asociacionit. A keni vënë? Ka rënë si debat. Është mirë. Ambasadori në kohën e Bidenit presioni që vite mbi Kosovën. Unë shoh që ka një lloj, sigurisht që amerikanët do presin edhe zgjedhjet e parakohshme do ndodhin në Kosovë, por nuk kam dyshim se cila do qeveri të dalin nga këto zgjedhje, është qeveri do jetë pro-amerikane. Dhe ata duan. Po. Asgjë më tepër. Zoti Burimi, mbesim edhe pak tek amerikanët, se në fakt duat marrë nga një opinion nga ju dhe zoti Zeqiri, për shkak të balansit kohor, për shkoj njerë të zoti Zeqiri, më pas do kthehem tek ju, ka qenë një opinion i profesorit universitar Edward Joseph, i cili ka folur për një mundësi ku Trump do të bënte të mundur antarësimin e Serbisë në NATO. Fillimisht, a do ta refuzonte këtë Aleksandr Vučić natyrisht për shkak të efektit të Moskës? E dyta, a do të ishte sipas jush një formulë unike kjo që mbasi të Kosova të përfitonte nga ky antarësim dhe në anën tjetër për të arritur këtë stabilitetin në Ballkan, duke ditur që prap është pikërisht Serbia ajo Trazovaqa që bën probleme në Ballkan? Kjo do të mund të arrijë vetëm në një situatë, një pakoje të gjerë gjithë ballkanike të zgjidhjeve të situata krizave të Ballkanit. Nuk merr NATO shtet antar ku një shtet antar ka pretendime ndaj një shteti tjetër. Do thotë është e pamundur kjo të ndodhë. Kështu që nuk është e mundur që Fuqi Greqi kujdesni, ka probleme territoriale. Pa e zgjidhur çështjen e Kosovës, sepse do të ishte një kontradikt në fjalë, do thotë kështu që nuk është e mundur kjo. Vetëm në një rast të një marrëveshje gjithë ballkanike, e cila është pak e mundur dhe se Trumpi nuk është i fokusuar momentalisht në këtë çështje, sepse ka çështje shumë më të mëdha. Kur jemi te çështja e Kosovës, Kosova momentalisht nuk ka raporte me SBA,
momentalisht nuk ka raportet me BE, do thotë arsyeja pse nuk është promovu çështja e dialogut me Serbinë, ka qenë se Kosova pikës pari ka qenë sanksionet të BE-s, ka pas një izolim total të Kosovës prej SBA-ve, dhe se nuk kemi pas qeveri që një vjet, nuk kemi pas qeveri të mandatume. Kështu që edhe për shkak se nuk është pa ndonjë urgjencë aktuale që të mirët me çështjen e Ballkanit Perëndimor në kuadër edhe të Evropës edhe të Bashkimit Evropian. Kështu që për këtë arsye nuk është ndonjë sukses i madh i Kosovës në pozicionin të cilën e ka. Kosova duhet me demos dhe me urgjencë ti riparoj raportet me Shtetet e Bashkuara, me Bashkimin Evropian dhe ti koordinoj politikat. Nuk është e thonë që ti jetë të kyçur të të marrë anën e Evropës apo të Washingtonit. Vendet e vogla këshyrin një majtë raportet e mira me të dyja palët, pa marrë parasysh se në çfarë niveli këto dy palë janë të komunikimit mes veti. Kështu që kjo është kallësia diplomatike e një shtetit vogël, e cila momentalisht mungon në mënyrë absolute në Kosovë. Por do doja të di edhe diçka tjetër, zotri Burimi, a e ka komoditetin nga Rusia sot Vučići që të jetë okej që të antarësohet së bashku me Kosovën në të njëjtën kohë në NATO? Sot marrëdhëniet Rusi-Serbi nuk janë aq të mira për shkak të Gazpromit. Po shikoni sot shtypin serb, që shkruajnë pena të afërta me Vučićin, nuk shkruan Vučići, gjeni artikuj të pabesueshëm anti-rus. Jo më lart se dje, tek politika, e Beogradit, i thuhesh Rusisë, ju e keni marrë 100% të kapitaleve të nishit, pra të ndërmarrjes energjetike serbe. Ashtu si Berlusconi, asaj kohë Italia mori 100% të kapitaleve të Serbe Telekom. Asaj kohë Italia i bleu për 1 miliard e 200 milion euro, rusët blend ndërmarrje energjetike serbe për 400 milion euro për një bugoj. Dhe Berlusconi, i kujtojnë sot serbët rusëve, u tregua kavalier, gentil, ja riktheu mbrapsht kapitalet Serbisë, aksionet. Dhe këtë i kërkon sot Serbia Rusisë, që ato aksione që ka marrë, që ka blerë, fare lirë, ja kthej Serbisë në mënyrë që Serbia të dalë nga kjo krizë energjetike. Dhe Rusia nuk e bën. Pra sot do të kuptoni që marrëdhëniet Rusi-Serbi nuk janë shumë të mira për shkak të kësaj krize energjetike dhe Rusia po tregohet ekstremisht sipas serbe, ekstremisht kërnace. Dhe duhet kuptuar kjo gjë. Dhe në këtë kuadër sot, prandaj edhe sot Vučić luan edhe ai me dy porta, edhe me Rusin, i thotë që shikoni mund të hidhem ke tre aktorë, ke Rusin, Bashkimin Evropian dhe Amerikën, që të tre këta aktorë nuk duhen bashkë. Do ta kuptoni gjë. Edhe tani Vučić po luan me tre porta. Dhe të gjithë janë të mitë Kosovës, pse? Sepse unë shoh sot që nuk ka më debat për Kosovën. Kosova do kishte debat për Kosovën me dy pikat e errta të rënda, nëse Kosovës do i kërkohesh shkëmbimi i territoreve, që ndodhi në mandatin e parë të Trumpit, aty do ishte Kosova me shpallë pas muri, çfarë do bënte? Kjo s'kërkohet. Dhe gjë e dytë që vinte Kosovën në vështirësi, që historia e asociacionit, dhe kjo sot është në petk. Pra nuk ka sot divergjencë midis Kosovës dhe dhe Amerikës, midis Kosovës dhe BE-s. Nuk ka sot divergjencë. Kur të dalë një qeveri e re, sot është topi në krahun e Serbisë. Çfarë është Serbia e gatshme të bëjë që Kosovën ta lërë të qetë për gjithmonë. Edhe si janë dakord pashtu me tezën që s'mund të hyjnë në NATO dyja vendet Serbi dhe Kosovë, sepse nuk mund të kesh në NATO vende që kanë probleme territoriale. Jo, s'jam dakord. Greqia ka probleme territoriale, Greqi, Turqi ose ka vend në botë. Biles kjo e çoi Macroni që tha që NATO sot është në gjendje po me cerebrale. Por i takon sot edhe një herë rrethit të Trumpit të shohim çfarë do dali, se si mendojnë ata ta zgjidhin këtë krizë të Kosovës në afat gjatë. Kriza ku është? Kriza është që Serbia nuk e njeh Kosovën. Kjo është kriza. Serbia nuk e detron dot. Çfarë mekanizmi mund të gjendet? Që edhe sa njohin, por dhe Kosova mos rrezikohet. Prandaj sot asnjë nuk flet, si ka zgjidhjen sot. Sot për sot, për mendimin tim, Kosova është në marrëdhënie të mira edhe me Washingtonin,
e edhe me BE-n. Sot Kosovës nuk i ka gjë e madhe. Po, dhe këtë të regojnë në fakt edhe dokumentat të cilat dollën ku të regohet edhe ardhmja e Kosovës si do të shqitë nga Amerika. Mirë, zotëri Burimi, është shumë knatësi të diskutojmë së bashku. Do të ishte edhe më knatësi që këtë dyshe së bashku me zotëri Zeqirin. Do një prej ditëve ta kemi këtu në studion e Kosova Today, edhe afërsia e jep edhe një lloj tjetër kimie në raport me intervistën dhe bashkëbiseduesin. Ishte shumë knatësi të kishim dë, faleminderit se gjetët kohën. Pajtohem përsërisht. Faleminderit shumë. Ju presim, kur të që jeni afër studios. Faleminderit të njerë Ardian Zeqirit, Genc Burimit për këtë super analizë. Ne shkputemi tani dhe kthehemi flasim me një tjetër mik të këtij programi që ka kohë se kemi pasur. Ish ushtarin e UÇK-s, Dritan Goxha, vetëm pas pak.